një gjë që s'm pëlqente ta, që hala vazhdojmë i do gratë edhe burrat. Po jo bezame se dyshysh ti po shkon po kënaqen te burrat. Jon kon gratë në 6 kat, muzika unë orkestra poshtë, ma bëj ke merr mikrofonin shko te gratë. M'fal që po shpena në këtë mënyrë, po m'doket si më shku me kënu me një kafe të natës. Nuk është dasmja me kon gruaja nusja dikon, dhondri dikon tepër kan, po mbledhesh dyqysh. Edhe kur jam bu bashk? Kur jena shku në shtëpia. Cilat zona kështu e vrejnë që janë për një me dëdhonën, kështu që japin vaja gëshëm baksheshe? Për shembull, te pjesa e Maqedonisë janë e vlerësojnë muzikantin kur të hen në shtëpitë tynve, me thonë me një fjalë. Te na edhe më varet. Te na po thu dorën më shtrëngushme, a? Më varet, apet po thonë, njëjtë qysh shumë vete të cilët janë ma të dhes për me këcy. Këtë më varet për personave, për njerëzve. Do më thonë ty bjenë me kone edhe në Maqedoni, me kënuna për të arsma. Me thonë drejtën, unë e du shumë a shumë tregun në Kosovë. Okej. Se, adi për shapë dhëmët vetë, të e pas parasysh që ti e përmene veshje në fillim, e anena, për një me jënë pak ma skeptika shto të që këpuna e veshjeve. Në vështë dhe 17 vit, atë ka ndollë në në rast, ajo shkoj për gaditne. Jo, s'm ka ndollë vala, se nuk është që, thash, ma shumë e ngarkaj vetë në Kosovë, dhe që shi du shumë dasmat kosovare. Jo që kam diçka kondër, pa tjetër kënaj edhe në Maqedoni edhe Shqipëri edhe kudo që publiku më kërkan, po i du ma shumë dasmat Kosovë, sa i përket veshjes, mu më ka ndodhë për shembull që një gjë që s'm pëlqente ta, që hala vazhdojmë i do gratë edhe burrat. Po menëm për Maqedoni? Po, për Maqedoni. Që kësë në përkëngaj, asë sa për tesh, po jo bezame se dyshysh ti po shkon po kënaqen te burrat. Gratë i lojnë me një, mu ka pas ratë që ma ka jon kon gratë në 6 kat, muzika unë orkestra poshtë, ma bëj ke merr mikrofonin shko te gratë, apo kupton? E orkestra poshtë? Orkestra kraj poshtë, ma bëj ke shko merr se ty t'kena marrë për gratë. Nuk menaj që është ma koha mi do gratë edhe burrat. Edhe pse normal di kanë traditat e veta me krejt respektin për ta, po që kjo pjesë nuk fajtu? Jo, nuk më pëlqen. Më fal që po shpena në këtë mënyrë, po m'doket si më shku me kënu me një kafe të natës. Mu me thonë drejtën ka ndodhë 2 raste që jëm shku, me një aheng që jëm konë damë gratë edhe burrat, edhe në të 2 rastet nuk e kom ditë që janë të ndamë. Por ndryshe, kur kom pas ftesa, jo, nuk e kom pranu mu. Dhe më thonë, e ke thonë jo për shkak të qësaj ndasisë. Nuk është pyetje të ndasia, po dasma është dasëm. Dasma është me festu krejt bashk. Nuk është dasmja me kon gruaja nusja dikon, dhondri dikon tepër kan, po mbledhesh dyqysh. Për çat çeft. Dhe më thonë çështo ka pas raste që dhondri kon te burrat e nusja kon te gratë. Po. Edhe kur janë bu bashk? Kur jena shku në shtëpia. Një me? Po. Unë nuk e di pse menova që veç të kanë mujt mu bashku në herë çifte. Jo. Edhe sa është e vështirë për juve si artist, nashta me bo qëtë pjesë? Unë e thash, shumë për vete nuk jom di rahat edhe e kom pranu veç 2 herë në jetën teme. Dhe më thonë, halja, vazhdojmë më konë me tradita atëherë që në konë. Po në Kosova ka në esen që të penga në darsmat në Kosova? Jo, valla i darsmat kosovare në thash që i du shumë.